Kemi, do të thot, një supozim, do të thot, një propagandë, një përqarje, cila kjo në publike, do të me identifiku kush janë bandat. Për shemë në televizion. Ata do të me pat emën dhe mbi emën. A ju kujtoj se i keni quajtur herën e kaluar beka këta, banor që kanë dalë? Po, ata që kanë dalë, a di të quajtë ekstremist. Kush jetimi i vlerësuar? Sepse do të ka pas për ekstremist, jo ma i, që e vlerësoj, do të thot bas sjelljes tyne. Dallimi mes meje dhe teje si ushtar të që keso kjo. Unë i kritikoj kush fin patriot kombëtar, kurse ti asë një herë, në studio, asë një herë në studio, edhe në pyetjen atij zotnis atje, asë një herë në studio, asë ky as Arbëri, nuk thanë na i denojmë të gjithë, kush flet me gjuhë të rretjes. Nga kush do që vjen? Nga kush do që vjen, a është musliman, a katel, ky nuk e... Po flasë qëtar, për qëtar, po ti s'dashtë me kuptohet që është e vështirë të qohë deri në fund mendimin në këtë debat. Arber, një përgjigje e fundit, do të kalojmë te kushtrimi dhe më pas do të jemi vetëm ju dy për pak në studio, kështu që vetëm pak durim. Arber. Unë nuk më imi dënu të gjithë njerëz, se dikush më me qenë musliman shumë i pafajshëm, unë s'ku imi dënu ato. Kurse këta që mirën me këto punë të Adnani, po nuk i sheh, ndoshta po unë po e them Adnanit, Islami politik është jo vetëm bot kuptim, po është një politik që po bëhet brenda Evropës dhe përfaqësohet nga vllazëria islame. Ndoshta ti nuk e dëgju për ta, po mirë kisha thonë shko e lexo dhe e kupton. Ajo është armiku më i madh i atij islamit tradicional që ti e dëshiron dhe praktikon, që ka praktikuar në familjen time dhe në familjet e tjerëve. Problemi s'na ka pruj i peshqia Kosovës neve, po është kalin të ne vetë. Lutem, i peshqia Kosovës është fati jonë që kemi pas një shqiptar aty. Ne ashtu kështu e kemi pas dërmen të largohemi. Prej kësaj dhe dalim them me neve jo. Jo, absolutisht jo. Arber, është e fytje. Arber. Me zonë mu për lexon. Hajde ma të timu jetë të leximi. Të lutem, Arber. Ta përfundoj me ju një fjali të fundit për çështjen e kishës. Që nuk di unë vëlla. Jo, nuk e pa ta kontest. Unë e marr kuptimin tim në ndryshe. Mos e ke interpretuar. Jo, ti e ke interpreton ti. Ja. Ke interpretime. Po për këshilltar s'kam nevojë. Mirë, mund duhet bëjmë të pak kujdes, të lutem, për të dëgjuar të gjithë se edhe në atë konotacionet të cilat po thuhen, sepse Arber po e thot Adnani që ajo që e that pak më herët është fyerje për të, kështu që je drejt për drejt edhe mund t'i kërkosh falje nëse në ndjen. Unë e para, unë nuk e fyej askën. Okej. Nuk e fyej askën. Lidhe mos me kërku falje, s'ka lidhe. Edhe jo, nëse do të kisha thonë diçka të keqe ndaj teje ose nëse do të kisha një mendim ke, unë kisha kërku falje, po s'është ashtu. S'është ashtu. Dyta, po Arber, një fjali të fundit për çështjen e kishës. Të lutem sepse jemi në fund. Edhe shihet që për shkak të tensionit mundet askush ta përfundoj deri në fund fjalin. Një të fundit, edhe të përshëndesim. E i peshkfis Kosovës të institucioneve të shtetit. Nuk është çështje joja. Ne s'mirën e ato. Fatkeqësia është që një simbol, sikur që ishte ajguri aty, që simbolizon aspiratat e popullit shqiptar, u vë. Ktheni avat guri aty në mos. Okej, Arber. Mos bëni lojra. Faleminderit për sot. Është kushtrimi me ne? Okej, kushtrim, një fjali të fundit. Okej, atëherë për këtë fond, adën për kishën du me qenë shumë i qartë që mbetet hapësirë për këtë interpretime. Okej. Personalisht unë kam dorë me një qëndrim rreth kishës. Unë, si Kushtrim Veseli, si anëtar i kuvendit komunal, unë nuk jam kundër kishës katolike. Unë nuk jam kundër Komitetit Katolik. Dhe askush nuk duhet me kthy këtë temë në përplasje mes muslimanëve dhe katolikëve. Qëndrimi jam ka qenë prej fillimi shumë i thjeshtë dhe i qartë. Nëse dëshironi me ndërtu një kishë, e janë në institucionet e komunës, paraqitni kërkesën, dorëzoni dokumentacionin jote në fillim. E qartë. Po e thot publikisht sot. Kushtrim, faleminderit shumë. Jemi në studio. Faleminderit shumë. Adnan, nuk duat mbes boç, që telefon e ke mbajtur me një qëllim afër aty. Edhe dua ta marr një koment të fundit natyrisht, sepse edhe ti i përcjell, un kam parë që bën shumë video për gjithë ato që po ndodh, këtë gjuhën e urrëtis që shpërndahet. Më pas jemi para një vendimi të rëndësishëm në Hag. Kështu që i ke një minutë kohë për ta përmbyllur, do dëgjojmë edhe beka më pas se ka diçka. Faleminderit shumë, unë këtu e kam
bashkëluftëtarin tem vllon, këto janë 3 luftrat për shërim dhe bashkim kombëtar, që kontributi jonë si familje ka qenë i vogël, e nderimi i kombit shqiptar është shumë më i madh, e kam me përgjegjësi e ruaj si syt. Që një ditë prapë më kthy në shërbim, kudo që jam shpirtnisht jam me ta dhe kom qef me mat, ju falenderoj që nuk ma ndalut me pas, kurse edhe mbram, edhe prej fillimit gjykatës që në letra është letra juridik, por si proces është politik, na e dim që ushtria shërimtare e Kosovës është pastërtia e vetë luftës sublime. Njëjtën kohë, nuk e ka cekë asnjëherë askush, në historinë e globit, pos luftës shërimtare, nuk ka ndodhur që një ushtri guerile ta ketë krah një ushtri të fuqishme botnore në aspektin ushtarak ekonomik dhe politik si NATO në krye me Amerikën. Të gjithë ata që janë shqiptar, le të bohen gati me u gëzu se po kthehen çlirimtar. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Të gjithë ata që mendojnë ndryshe, kanë menu dhe kur konë Serbia, e kanë thonë mos him luft, po Adem Jashari, familja legendare, komandanti suprem, e familja Haradinaj, Ramush Haradinaj që ka vazhdu rrugën e amanetit Adem Jasharit bashkë me gjithë tjerë, kanë menu që nuk largohet Serbia, po e kem largu Serbin dhe e kem marrë lirin që sot e gëzojmë unë dhe te. Pra, unë e pres, si çdo herë, prej ditës parë, që ata kanë mu këthy dhe kanë mu gëzu një shqiptari, kanë mu gëzu varët, kanë mu letu plakt e trupit invalidve e plakt e familjeve, kanë mu letu plakt e nanave dhe motrave tona që pa drejtësisht janë masakru e janë dhënu. Kanë mu letu plagët gjithë atyre të burgoseve të viteve të 80-ta, e gjithë atyre familjeve që rruga jonë ka fillu prej kohës Jugosllavis, kur na kanë ardhur ushtarët e s'kem guxu as miqel. Pra, me 16-17 orë, Dardania, krahina e Shqipnisë, Shqipëria natyrale, mërgata e jashtëzakonshme shqiptare, do krenohet sepse do ndryshoj qili e do lkun toka e do t'i presim shërimtarët, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Kush mendon ndryshe, e theft qafën bashkë me ata që i kemi hek piktur. Nëse kujdes, natyrisht. Edhe në oraj, njëjtë si Adnani, nuk kam që ajo shtoj këtyne fjalëve të Adnanit, do të thotë rikthimi në vend i krerëve të QK-s, i mbarzëve të kryesor që e bënën shtetin dhe pavarësinë e Kosovës është i domosdoshëm. Uroj që 16 shtatori Adnan dhe besoj, unë uroj edhe besoj që ajo fest do të thotë tjetë festa më e madhe pas pavarësisë Kosovës. Unë ju falenderoj që erdhët sot në këtë debat për këtë temë shumë të nxehtë, po e themi sepse është gjithmonë duke u diskutuar. Kuptoj edhe Adnanin, po edhe ty po e respektoj, po natyrisht ne të gjithë duhet të kontribuojmë në shtensionim të situatës dhe të çojmë mesazhe hoqe dhe luturie dhe Adnan. Bravo, çështu duhet bëni ty. Po, por mos të harrojmë, ne edhe fenomene, kur kemë fenomene negative, duhet të shpërfaqëm haptas. Leje me këtë shtrëngim duash. Malian dhe që shkurt, unë e kuptoj këto, unë e kom madë vetën si shqiptar, edhe unë e kom pas kërcënime pej 2 grupeve. Dikush më ka thonë një kundër islamit, apo dikush edhe më ka dalë në rrugë, në Prishtinë qëto, lëvizet të qanet. Unë jam shqiptar. Unë kur kritikoj personin, nuk kritikoj personalitetin. Në qoftë se personi e thot një fjalë në aspekt përgjithshëm, unë jam shqiptar dhe kam drejt me dhënë mendim. Na nuk duhet mundal dhe për përmbylli edhe më mirë se parë, na jemi ushtria shërimtare e Kosovës e bashkë me vazhdu rrugën kundër të gjithëve pa dallim feje.